si mund ta dimë sakt kur përfundon syfyri, kur ta falim sabahun dhe kur të bëjmë iftar, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Çështjet që të ndërlidhura me agjerimin dhe që janë shumë të rëndësishme janë fillimi i agjerimit dhe mbarimi i agjerimit. Fillimi i agjerimit është përmendur në Kur'an. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Tash hani dhe pini natën sasa që dëshironi, derisa gjubat juve e qartë dallimin mes penit bardhë dhe penit zi. Kjo është koha e syfyrit kur duhet me fillue agjerimin. Ose me ndërprej ushqimin edhe pijen. Kjo për shkak se përpara, para se me zbrit kja jetë, u konë ndalume me amër buk natën. U konë lejume me amër buk vetëm në kohën e iftarit. Edhe ma s'ka pas drejt me amër besimtarët as me pije deri në iftarin tjetër. Kështu konë agjerimi para se me zbrit kja jetë. Kanë pas drejt me amër vetëm në iftar. Edhe në iftar, me kalu koha, me vanu, me zonja cia, s'ka pas drejt me amër ma. Dhe kanë pas drejt me amër vetëm në ndite, sahabët, edhe atë në kohën e iftarit. Nëse s'kanë hamër kohën e iftarit, ma pjesën e natës se s'kanë pas drejt me hamër, as kanë pas drejt me pija, as me pas kontakte me gratë të tjene. Njëre, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e iftarit e ka zonë gjumi. Edhe s'ka mujt me amër. Kur ka dërë gjumi, koha ka përfundu. Qa ka bo, e ka njësë ditën tjetër, dhe 24 orë, s'ka amër. Edhe 24 orë për shkak se ka kaluar koha, e përsaktuar për ushqim dhe për pije, ka vazhduar ditën tjetër, pastaj gjatë ditës i ka ratë fikt për shkak teorisë edhe jetjes. Për ka ratë fikt, së në ka përballu, Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndryshuar dispozitën, sebeb shkaku bëqyke sahabiu që i ka ikë koha e ushqimit, dhe ka zbrit ajeti tash, wa kulu wa shrebu, hani dhe pini, nuk është më ndalume, hani dhe pini gjithë natën, sa duni, kur duni që i dërgjumi, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr, derisa dallohet peni i bardhë për peni zi në agim në mëngjes. Dhe këtu kanë dhënë dispozita tash, natën ma është haram me agjeru. Shlejohet me agjeru natën. Dhe po hajë iftar, a përbëjnet me agjeru të në syfër, është haram. Tash ma prej iftarit deri në syfër, ka drejt nëmër edhe nuk lejohet me agjeru deri kohën e syfyrit. Kur përfundon tash koha e syfyrit, ajeti të derisa dallohet peni i bardhë dhe peni i zi. Kur ka zbrit kjo ajet, një sahabi, u që ka morë një peni i bardhë, një peni i zi, ka qitja që malar, kohën e syfyrit ka nisë me hamër, derisa të dallon se dhe është peni i zi, se dhe është peni i bardhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë por këtu këshyri kur dallon peni i bardhë për peni i zi dhe e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk është çështja me qit penin e bardhë dhe të ziun, por është çështja me këshyren të lindja e diellit, kur të bëhet agimi i mëngjesit, bëhet një farvija atje edhe dallohet toka pe qiellit, bëhet një vi e bardhë, metet toka e zez, bëhet vija e bardhë dhe nifet ose shihet qielli. Dallimi, shkputja e ngjyrës mes tokës edhe qiellit dhe në çet kohë duhet me lënë syfyrin. Agimet janë dy, njëre bëhet agimi i rreshëm, në cilin zbardhet vetëm mesi i qiellit, që s'ka asnjë dispozit,
Agimi i dytë është agimi vërtet, ai kur bëhet vija te lindja aqe, bëhet vi si e bardh, dallohet ka është pjesa e tokës edhe shkputet ose duke dallohet pjesa e qiellit. Në çet kohë më nuk bën me hamër. Dhe në qëtë kohë më njëre bën me folë sabah. Dhe që kjo është koha kur ndalohet ushqimi edhe lejohet falja e namazit të sabahut. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar Abdullah ibn Maktumin me e thirr namazin e zonën për namazin e sabahut. Abdullah ibn Maktumi ka qenë i verbër dhe gjithmonë e ka pas një shoqërues tjetër, një sahabi tjetër, i cili ka pa dhe ka lajmëruar Abdullah ibn Maktumin se u bë koha, vija. Dhe Abdullah ibn Maktumi për shkak që ka pas zonën e mirë, e ka thirrë zonën. Edhe zonën e nën për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë u ka dhënë sahabëve secilit atij që e meriton, atë që e ka më të zhvilluar se të tjerë. Kush e ka zonin më të lartë, më të mirë, më thirrë zonin. Ata më në gjë më thirrë që s'ka zonë hiç me zi. Allah, nuk është për ti me kjo, nuk është atje mi marë ato që nuk je kompetent për to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar Bilalin, edhe ka caktuar Abdullah ibn Maktumin, për shkak se kanë qenë prej sahabëve që kanë pasur zonin më të lartë edhe më të mirë. E kur ka thirr Abdullah ibn Maktumi, u nije larg me një besimtar se u bë koha e syfyrit. Tash besimtar normal duhet me pas secili vendi muslimanëve një person i cili e përcjell kur bëhet koha, edhe ai e thirrë zonin, edhe muslimanët e tjerë duhet më luajnë me këtë punë. Ata më prit veç kur thirrët e zonin, hani pini derisa thirrët e zonin. Kur thirrët e zonin, ndërpritet. Edhe automatikisht më herë mundet më fal namazin sabahut. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal disa minuta më vonë për shkak se në transmetimet sakta Abdullah ibn Maktumi ka hyrë në ndërtesën më të lartë, ose sahabiu që e ka kshyrë kur hikua, ka hyrë në ndërtesën më të lartë të Medinës. Pastaj derisa ka zhyt për ndërtesës, derisa kanë shkuar te xhamia, derisa kanë falë sunetin, pastaj ka arkuar farzit. Sahabiu ka thënë ka qenë parafërsisht sa me lezuar 50 ajete të mesatare, jo ajete gjata dhe jo ajete të vogla, shkurta 50 ajete parafërsisht me një lezim të shpejtë ose mesatar bën 13 minuta, 15 minuta në orat për lezimit. Por kjo shtypja e farzit nuk është për shkak se s'lejohet, por për shkak të veprimeve të cilat i përmendëm, se në momentin që ndalohet me hamër, lejohet më fal. Nëse lejohet me hamër, nuk lejohet më fal. Nëse lejohet më fal, s'lejohet me hamër. Tash këtu është një gabim që bëhet, e lëmë syfyrin këtë herët, edhe falen ma herët. Ose nuk hanë, derisa hadi falu, jese se më kua. Po që s'brani, jese... Tash, ose të me hamër, se të më falë. Se ndërprerja është në pikën e vetme, ndërprerja është në pikën e vetme. Dhe vetme gjë që është sunet në praktik është me e kshyrë kur bëhet koha. Përcaktimi i syfyrit me minuta, me kalendar, me qitë nesra, sot është syfyrin që ka, nesra që ka, të në bidate. Asë një për tyre nuk ka mbështetje në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush do që formon kalendar, kush do kofre, edhe nëse e ka përcjell vitin e kaluar, është bidat me përcaktuar për vitin e ardhshëm. Do thonë syfyri është i kaluar, pse se kemi kshyrë në vjet. Syfyri i saktë është vetëm ai që e shef aty për aty. Kjo është syfyri i saktë. Ata të cilët nuk e kanë këtë mundësi me përcjell, atëherë për siguri lejohet me lënë syfyrin më herët, edhe për siguri lejohet me u falë më vonë. Është kjo vetëm që bën pjesë të lejumja. Por suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me quajtur syfyrin me amër deri në fund të kohës, edhe me shpejtuar iftarin në fillim të kohës tij.
Çështja e dytë është çështja e iftarit. Edhe iftari përcaktohet në njëjtin ajet në cilin u përcaktue syfyri. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani e pini natën derisa të jep felku mëngjesi dallohet argimi. Pastaj mos hani më, thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Pastaj vazhdoni agjërimin deri natën. Tash do të më thyje kur është nota sipas shariatit? Nota sipas shariatit është të bëjnë me caktim paraprak. Nota u bë kur ka përëndu dili qasaj note, që atëherë u bë nota. Qërë iftarin, që për dili është të primit që dili ka hyrë mas kudrave, ose dili u shduk në gjurë të kërkon. E të hup dili, që me pas të lejze ka të bëjnë pak, por më konë një siguri. Por këtë shtyrie e këmë rrugë në sënnet. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ummeti jam ka më konë khajr, derisa e shtyn syfyrin edhe e shpejtojnë iftarin. Dhe duhet me pas parasysh besimtarët. Nëse e përcjellin me të shkojnë saktë ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse se përcjellin, mos u bazoni në asnjë numër kalendarik se të gjithë janë të kodë. Asnjë përfimi nuk është sipas sunnetit. Nëse s'jemi të përcjell, bëni hapësin me shtyrje të iftarit ose me lamë syfyrin marrë dhe me shtypje të namazit sabrat wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.